Paqja shpirtërore. Nëse një njeri është i paqët me veten e tij, kjo do të pasqyrohet edhe në marrëdhëniet me të tjerët dhe botën që e rrethon. Shpirti i ngjan një rajon i malësht dhe pisur, gremina dhe pyje të dendur. Sa kaq, paqja i përngjan rreth së bardhë, e cila mbulon të gjitha këto tëmeta me ngjyrën e saj të bardhë. Të kesh paqe në shpirt, do të thotë të përjetosh maksimumin e lumturisë dhe të prehjes. Bazuar në këtë, vetë profeti alayhi salam e luste Zotin t'i falte paqen shpirtërore. Pas çdo namazi, i cili simbolizon paqen me Zotin, profeti alayhi salam lutej: O Zot, ti je paqja, dhe prej teje buron paqja. I lartësuar qofsh, o i gjithë pushtetshëm dhe i madhërisëm. Është mirë që pas çdo namazi të citohet kjo lutje. Po ti o vëlla dhe o motër, a je në gjendje paqeje me veten tënde? Ka njerëz të cilët janë në konflikt të ashpër me veten e tyre. Ka njerëz që përjetojnë luftë të brendshme me veten e tyre. Ka njerëz që përjetojnë ndeshje boksi çdo orë çast me veten e tyre. Ashtu siç maviosen boksierët nga goditjet, ashtu maviosen nga brenda njerëzit që janë në konflikt dhe luftë me veten e tyre. A i përket një shtrese të tillë njerëzish edhe ti, apo je nga kategoria tjetër, të cilët janë në gjendje paqeje me veten e tyre? Vlera e paqes në Islam. Që nga emri që Zoti ka zgjedhur për fen ton, Islamin, e kuptojmë sa e rëndësishme është paqja. Rrënja e emrit Islam është Selim, paqe. Përshëndetja që Zoti ka përligjur për ndjekësit e Islamit është: Selamu aleikum, paqja qoftë mbi ju. Kjo përshëndetje në thelb është një lutje për jetë të paqët dhe të lumtur me tjetrin. Pasi u dha shpirti Ademit alayhi salam, Zoti e urdhëroi të shkojë te një grup me lekësh dhe t'i përshëndes me fjalët: Selamu aleikum. Mandej të pres se çfarë do t'i thonë ata. Pasi kjo do të jetë përshëndetja jote dhe pasardhësve të tu, shkoi Ademi alayhi salam dhe u tha melekëve: Selamu aleikum. Melekët ja kthyen: Dhe aleikum selam ve rahmetullah. Përshëndetja islame është një urim që tjetri të jetojë në paqe dhe harmoni me veten dhe të tjerët. Përshëndetja me fjalët mirëmëngjesi, mirëdita, çkemi, mirëmbrëma e të tjerë janë të mira, por nuk përcjellin të njëjtin mesazh si përshëndetja islame. Prandaj askujt nga të rinjt dhe të rejat musliman të mos i vi zor kur përshëndet me selam, përkundrazi. Zoti thotë në Kur'an: kur të hyni në shtëpi, të përshëndetni njëri tjetrin me përshëndetje të mirë dhe të bukur nga Allahu. Surja Nur 61. Me të hyrë në shtëpinë tënde, në ambientin familjar, mbushe atmosferën me përshëndetjen islame. Përshëndetje e zgjedhur nga vetë Allahu i lartësuar. A ka më bukur se kur të hysh në familje, të urosh dhe të dëshirosh jetën e paqët dhe të lumtur për të gjithë familjarët? Kur dikush e praktikon këtë në shtëpi, Zoti i jep bereqet atij dhe familjes. Tregon Ebu Umame: një ditë takova të dërgorin e Zotit, i cili më tha: O Ebu Umame, ka disa besimtarë që me t'i parë më falin kënaqësi. Ti je një prej tyre, o Ebu Umame. Unë gëzova shumë nga kjo. Mandej profeti alayhi salam më tha: sa herë që të hysh në shtëpi, përshëndet me selam familjarët, sepse është bereqet si për ty dhe për ata. Vetë thelbi i namazit është pikërisht përjetimi sa më i thellë i paqes që të fal. Nëse je në gjendje lufte me veten, vuan dhe nuk je i qetë, merr abdes. Mandej fillon me falesh, lexon Kur'an, bie në ruku dhe më pas në sejdë. Kur vjen koha të qëndrosh ulur, lexon dhe lutesh me fjalët: Paqja qoftë mbi ty, o i dërguari i Allahut, mëshira dhe bereqetet e tij. Paqja qoftë mbi ne dhe robërit e ndershëm të Zotit. Për të dalë nga namazi, jep selam një herë në krahun e djathtë, pastaj në të majtin, me një herë lutesh me fjalët: O Zot, ti je paqja, dhe prej teje buron paqja. I lartësuar qofsh, o i gjithë pushtetshëm dhe i madhërisëm. Kurse Hazreti Aliu thoshte: O Zot, ti je paqja, prej teje buron paqja dhe te ti kthehet sërish paqja. Prandaj na e mbush jetën me paqja dhe na e fal vendin e paqes. Vetë xheneti që simbolizon shpërblimin e punëmirëve është emërtuar si shtëpia e paqes. Allahu i thret njerëzit për në shtëpinë e paqes. Surja Yunus 25. Vetë Zoti i lartësuar e ka emërtuar xhenetin në këtë emër. Ai nuk e emërtoi shtëpia e hyrive, as shtëpia e pallateve, edhe pse ato nuk mungojnë. Edhe përshëndetja e banorëve të xhenetit do të jetë me selam, paqe. Përshëndetja e tyre do të jetë selam dhe lutja e tyre fundit: falënderuar qoftë Allahu, Zoti i botëve. Surja Yunus 10. Paqe do të jetë fjala për një Zoti mëshirë plot, Yasin 58. Shpëtimi qoftë mbi ju.
Ju keni qenë njerëz të mirë, andaj hyni në të dhe qëndroni përgjithmonë. Surja Zumer 7:83. Aty nuk të dëgjojmë bisedat kota, as fjalë gjunahesh, por vetëm fjalët paqe, paqe. Surja Wakia 25:26. Dashuria e muslimanëve për profetin alayhi salam manifestohet edhe në përshëndetjet me salavate që i dhurojnë her pas here. Salavati është një lutje dhe përshëndetje për të dërguarin e Zotit alayhi salam, ku themi: O Zot, përshëndetje të dërguarin tënd me paqe. Bazuar në këtë, profeti alayhi salam ka thënë: Kushdo që më përshëndet me salavat, Zoti do t'ia kthej me 10 fish. Sa herë që të ndihesh në konflikt me veten, bjerë në salavat mbi profetin alayhi salam. Të gjithë të dërguarit që cekën në Kur'an shoqërohen me përshëndetje, paqe dhe sigurie. Paqja qoftë mbi Ibrahimin, surja Safat 109. Paqja qoftë me Nuhun, ndërmjet gjithë krijesave, Safat 79. Paqja qoftë mbi Musain dhe Harunin, Safat 119. Profeti Isa alayhi salam u lut: Le të jetë paqja dhe shpëtimi mbi mua, në ditën që kam lindur, në ditën që do të vdes dhe në ditën që do të ringjallem. Surja Meriem 33. Në fund, e lusë Zotin që t'u jap sukses në jetën tuaj të përditshme dhe t'ju bëj të lumtur. E lusë të na bashkojë në vepra të mira në këtë botë dhe së fundmi të na bashkojë në xhenet. Amin.